Përshëndetje miqtë e mi. Sot do të marrim një energji tek pjesa e dashurisë. Pra çfarë na thot energjia e tarotëve tek pjesa e dashurisë midis dy personave. Dhe kemi 10-ën e monedhave dhe 10-ën e kupave. Pra, këta dy persona janë persona shumë të dashuruar që janë mirënjohës dhe falenderus universit për këtë lajm të madh që ju vjen në jetën e tyre, për këtë lajm transformimi. Kulla e tyre është e zhytur e tërë në monedha dhe në njerëz pozitiv, sepse këta dy persona janë persona shumë falenderus që gjithmonë falenderojnë dhe janë mirënjohës universit për gjithë shka që kanë në jetën e tyre. Një lajm shumë transformues do të vi në jetën e tyre shumë shpejt, që do të sjellë një ndryshim, sepse në jetën e tyre këta kanë qenë pak të lënduar, kanë marrë lëndime nga njerëz që i kanë menduar shumë mirënjohës, sidomos mbreti i Shkopive. Njerëz që ka besuar shumë dhe nuk ka dalë ashtu siç kanë menduar ata. Do të keni një takim serioz, një takim shumë serioz, dhe një takim korrekt, për lidhje serioze, për lidhje afatgjata, dhe ky person i cili bën këtë takim, mbreti i shpatave, është një person që është shumë i vendosur. Juve ndihmojeni nga një perandor në këtë lidhje, nga një njeri i cili është shumë pozitiv dhe ju ndihmon që gjërat të ecin shumë mirë. Keni shumë mendime, shumë ëndra, doni t'i mblidhni, t'i bëni tuf dhe t'i vendosni diku, të shkoni diku për t'i ndërtuar, për të vazhduar jetën tuaj. Dyshi i shpatave tregon që jeni pak i dyzuar, por duhet i flisni intuitët të brendshme, zërit tuaj të brendshëm në subconscient, për të treguar rrugën ku do të hidhni hapin. Dhe kjo mbretëresha e monedhës më tregon që jeni një person i cili jeni shumë i përkushtuar tek pjesa e dashurisë, tek pjesa e bollokut, tek pjesa e shëndetit. Merrni lajme të shumta në qiell të pastër. Pjesa e monedhave tregon që këto lajme ju sjellin me këmbë në tokë. Pra, ju tregojnë se çfarë njerëzish keni përreth, çfarë njerëzish u rrethojnë, dhe me këtë gjë ju pastroni, thot, gjithmonë kullën tuaj, për të vajtur në këtë rrugë magjike. Mashkulli juaj është një mashkull magjik, i cili lufton gjithmonë që kullën e tij ta mbajë të pastër, sepse gjithmonë tek ju do të triumfojë dashuria. Ju jeni një person i cili jeni i dashuruar, marrëdhënisht, keni energji pozitive, keni pasion, jeni në rrugtim të gjatë të kësaj piramide, në majë të kësaj piramide, të mbrojtur nga një ëngjëll mbrojtës në univers. Kjo ishte energjia e dashurisë për ditën e sotme. Do të marrim disa mesazhe dashurie nga letra Tea. Çfarë thon këto mesazhe për ju? Vjen tek ju për t'u takuar, thot. Shumë shpejt. Është shumë kurioz për shoqërinë tuaj. Është kurioz, është i fiksuar pas teje, është një person shumë i fiksuar pas teje. Faji teje ka ndryshuar në jetën e tij. Ti vlen shumë, thot. Je si një gur i çmuar për këtë person. Është i çmendur mbas teje, është thot një frymëzim i shpirtit të tij. Pra, ti je për të një frymëzim i shpirtit. Nuk jeton dot larg teje sepse ka një pasion të zjarrt. Mbart thot mistere dhe sekrete në jetën e tij. Të mendon në çdo moment të jetës dhe dëshiron të bëj një surprizë të veçantë, gjithmonë thur plane në infinit për ty. Këto ishin disa mesazhe të letrave Tea
në lidhje me dashurinë. Faleminderit.